إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të dashur dhe të nderuar vëllezër besimtar, të nderuara nana dhe motra besimtare, falenderojmë Allahun e Madhërisëm, i cili na zgjodhi nga mesi i popullit ton dhe na bëri besimtar musliman, të cilët e adhurojnë Allahun e Madhërisëm, atij i nënshtrohen, atij i përkulen, atë e lusin dhe prej tij dhe vetëm prej tij të gjitha të mirat i kërkojnë. E falenderojmë Allahun që na zgjodhi në këtë ditë të madhe të kësaj jave, në këtë ditë xumaje, që gjindemi në këtë shtëpi të Zotit, gjithna ta kryejmë një detyrë dhe obligim kashë i madhërisë së Tij, që të përfitojmë mëshirën dhe bekimet e Tija, këshillat dhe porositë që i marrim, të cilat na bëjnë dobi në jetën tonë private, në atë familjare dhe në atë shoqërore. E falenderojmë Allahun e Madhërisëm për të gjitha këto dhunti dhe begati dhe madhërinë e Tij, e lutim që ai të na shton këto mirësi, të na bën falendërues ndaj Tij dhe të na bën për atyre besimtarëve që përcjellin mesazhet e Zotit edhe tek familjarët e tonë, tek populli jonë që janë jashtë kësaj xhamie. Të dashur vëllezër, të nderuara motra, sot për ju kam zgjedhur disa ajete kuranore me të cilat Allahu i Madhërisëm i drejtohet mbar njerëzimit. Janë thirrje nga Zoti Dhul Xhelal, nga Allahu i Madhërisëm për secilin njeri, thirrje të cilat na i kemi ndëgjuar me vëmendje dhe u jemi përgjigj. Por vazhdon kjo thirrje që duhet përcillet edhe tek ata njerëz të cilët kanë sy por nuk shohin, kanë vesh por nuk dëgjojnë, kanë mendje por nuk logjikojnë, kanë zemra por nuk ndjejnë. Njerëz që ecin mbi fytyrën e tokës, por qëllimi i vetëm në jetën e tyre është sigurimi i kafshatës së gojës, dhe qëllimi kryesor në jetën e tyre është dëfrimi dhe argëtimi. Nga këto thirrje hyjnore do na i bëhet e qartë neve, dhe pastaj duhet i përcjellim këto mesazhe dhe tek tjerë që i njohim, se cili është qëllimi i krijimit tonë, se si na fton Allahu i Madhërisëm dhe si na i përkujton dhuntit që ai me to na gëzon. Andaj, ne i themi të gjithë njerëzve, në veçanti popullit tonë, me atë që Allah i Madhërisëm thotë, ja eyyuhan nas, o ju njerëz, o populli ynë, o ti që je pranë meje dhe akoma nuk e ke kuptuar qëllimin e krijimit tanë, o ti që jeton me mua dhe akoma nuk kupton se krejt këto mirësi i ke nga krijuesi jot, ti që jetojmë bashkë në këtë nënqiell dhe akoma nuk kupton se qëllimi jon nuk është që na të jetojmë kot, po ka një qëllim që na duhet të arrijmë, edhe plotësimin edhe pa plotësimin e atij qëllimit jeta jonë nuk do ketë kuptim. Janë disa ajete
që i kam zgjedhur dhe dua t'i ndaj me ju si porosi të Allahut Madhërisëm drejtuar gjithë njerëzve, e na i drejtojmë popullit ton veçanti. Normalisht, kur Allahu thot ejuhen nas, o ju njerëz, çdo njeri duhet të hap veshët e tija, duhet të hap zemrën e tij, duhet të ngrit nivelin e vëmendjes, e ndëgjon fjalët e Zotit me vëmendje dhe kujdes, sepse flet krijuesi i gjithësisë. Allahu i Madhërisëm në ajetin e parë thot: Kul ja juhen nas, innama ana lakum nadhirun mubin. O ju njerëz, i thot Allahu i Madhërisëm pejgamberit të fundit, vulës e gjithë pejgamberëve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam: O Muhammed, thuaj, o ju njerëz, unë jam lajmëtari i dërguar nga Zoti tek ju. Andaj i dërguar i Allahut, Muhammedi, lavdje dhe bekimi i Allahut qofshin mbi te, është vulë e pejgamberëve. Është lajmëtari të cilin Allahu e zgjodhi për t'i përcjell lajmet e Zotit tek njerëzimi. Dhe ai neve na i dha detyrat dhe obligimet që i kishte marrë nga Zoti, dhe tregoi fundin e njeriut që i zbaton këto rregulla dhe detyra, dhe fundin e tjetrit i cili rebelohet dhe nuk i ndështrohet këtyre urdhave dhe këtyre porosive. Andaj, mesazhi të cilin e përcolli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tek njerëzimi ishte mesazh i qartë. Ishte feja islame që në ten nuk ka paqartësira, as nuk ka sekrete. Kurani fisnik është i përkthyer në gjuhën shqipe në disa përkthime dhe secili njeri mund ta lexon atë nga faqja e parë deri tek e fundit. Porosit profetike, porosit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu janë të përkthyer shumica prej tyre, edhe ato janë në disponim të secilit njeri, secili mund t'i lexon nga hadithi i parë deri te i fundit. Feja islame është fe e hapur. Nuk ka aty nivele të publikimit të një pjese dhe fshehjes së një pjese tjetër. Ashtu si ka ndodhur me fete më parshme dhe me figurat e atyre feve. Kurani dhe Suneti është publik dhe detyra e pejgamberit ishte publikimi i këtyre ajeteve kuranore dhe porosive pejgamberike, dhe detyra e dietarëve është e njëjta, vetëm të përcjellin atë që thot Allahu i Madhërisëm tek njerëzimi dhe atë që na ka mësuar vula e pejgamberëve më i miri i njerëzimit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, kush e dëgjon këtë thirrje dhe vepron me të, shpëton. Kush neglizhon, e shpërfill, e kundërshton, ai njeri dështon, ai njeri humbet, ai njeri shkatërohet. Porosia e dytë, thirrja e dytë të cilën na e bën Allahu i Madhërisëm, është thirrja e cila na tregon qëllimin e krijimit. Ajo është adhurimi i Allahut Madhërisëm, nënshtrimi dhe dorëzimi para madhërisë së tij me dashuri dhe me frikë respekt. Thot Allahu subhanahu wa taala: Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj, i cili ju ka krijuar juve dhe ata para jush, që të bëheni më të devotshëm. Pra shifne, thirrja e dytë, me shumë thirrjeve brenda Kuranit që i drejtohet njeriut: o ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj. Pse ne duhet të adhurojmë këtë Zot? Sepse është ai i vetmi që krejt çka ka në gjithësi ai e ka krijuar, i cili ju krijoi juve dhe ata që ishin para jush. Çdo krijesë që ekziston, njeri qoftë, shtaz qoftë, insekt qoftë, mikrob qoftë, bakterie qoftë, çdo planet
çdo sistem diellor, çdo galaktik që ekziston, të gjitha ato Allahu i ka krijuar. Andaj përderisa Allahu është ky krijues i kaq madhështor, i cili e ka këtë fuqi madhështore, atër shumë është normale dhe logjikshme ti nënshtrohemi atij dhe atë të adhurojmë. Njerëzit sot fatkesisht adhurojnë krijesat të ngjashme me ta. Madje adhurojnë statuja të cilat vetë njeriu i prodhon, statuja të cilat nuk mund t'i bëjnë dëm e dobi vetvetes, e jo më t'i bëjnë dëm e dobi njeriut. Edhe përsëri ata e llogarisin veten se janë në rregull me krijuesin e gjithësisë. Andaj të gjithë këtyre njerëzve, edhe atyre që sot adhurojnë epshin e tyre, apo adhurojnë pushtetin, apo adhurojnë pasurinë, apo adhurojnë bukurinë, apo adhurojnë famën, smundje bashkëkohore të cilat i vërsulen njeriut bashkëkohor nga çdo cep, edhe në çdo moment. Këtyre edhe atyre edhe neve dhe gjithve na fton Allahu i madhërisht dhe na thot ja ju nas ubudu rabbakum, o ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj, i cili ju ka krijuar juve dhe ata që ishin para jush, sepse qëllimi i jon si njerëz, i gjithë njerëzimi që nga Ademi a.s. e deri te njeriu i fundit që ka me jetu mbi këtë tokë, mbi rrezullin toksor, është të arrijë devotshmërinë që është njëra prej gradave më të larta në jetën e besimtarit. Andaj, ky ajet neve na jep një porosi se ne nuk jemi krijuar rastësisht, se qëllimi jon është ta njohim Allahun e madhërisëm dhe jo vetëm kaq, po atë të adhurojmë. Për këtë, jeta pa adhurimin e Allahut nuk ka kuptim dhe zemra pa njohjen e Allahut ngelet bosh e zbrast dhe nuk ka kuptim jeta e tij, as lumturi e as kënaqësi. Dhe për këtë shkak, nëse ne nuk veprojmë për të arritur qëllimin e krijimit ton, gjithçka rrokulliset në jetën ton, gjithçka që na ndodh në jetën ton, nuk do jetë e dobishme, nuk do ketë kuptimin e duhur, nuk do na sjell lumturi, as rahati, as mirëqenie, as kënaqësi. Ajeti i tretë që kam zgjedhur ta paraqes para jush si fjalë e Zotit, e cila e ka peshën e vet dhe ndikimin në zemrën dhe mendjen e çdo njeriu, është ky ajet ku Allahu i Madhërisëm thotë kështu: Ja ju nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum. O ju njerëz, ne ju kemi krijuar juve nga një mashkull dhe nga një femër. Gjithna e dim se fillimi i njerëzimit ishte një mashkull dhe një femër. Ishte Ademi a.s. dhe gruaja e tij Hawa a.s. Ishin këta me të cilët filloi jeta e njerëzimit mbi tokë. Dhe pastaj prej tyre erdhën fëmijët e tyre, djemë dhe vajza. Dhe ata u shtuan dhe u ndan pastaj ata njerëz në fise dhe në popuj. Shife sa bukur e përmend Allahu i Madhërisëm: Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Ju bëm juve në fise, ju ndam juve në fise dhe në popuj që të njiheni mes vete. Ndarja e njerëzve në popuj që flasin gjuhë të ndryshme, që kanë tradita të ndryshme, që kanë kultura të ndryshme, nuk është që të vriten mes vete, nuk është që të shkatërohen mes vete, por është që të njihen mes vete, komunikojnë me njëri tjetrin. Në këtë rast, besimtarët e kanë detyrë të komunikojnë me të tjerët që nuk janë besimtarë, që të tregojnë zanafillën e njeriut, se ne kemi ardhur këtë botë me vendimin e Allahut Madhërisëm.